Është periudhë e mirë, Është periudhë optimale, shumë apo? optimiste, shumë e fortë dhe mjaft e fuqishme. Në çfarë aspekt? Në të gjitha aspektet. Dashuria do të jetë dinamike. Paraja do të jetë e fortë. Biznesi do lëviz. Domethënë është një motor që vën në lëvizje gjithçka. Kështu që është shans dhe mirësi nëse ke një shigjetar pranë. Ne jo kot të cilësojmë që Jupiteri është planeti fatit, e pra ne kemi Jupiterin. Dhe ne jemi ajo pjesë e vogla e fatit që vend të secili. Kështu që shigjetari ka ardhur pikërisht tek ju sot dhe jep mirësirat nga më të mëdhajat. Ju shfrytëzoni mundësitë dhe koha është e shkurtër. Të kuptojmë, ato që kanë ngecur dhe nuk kanë ecur, kjo është një arsye shumë e madhe për të shpejtuar dhe për të vepruar. Dhe siç e tham që vazhdon të jetë në retrograd Jupiteri i vet, janë për të rregulluar dhe për të ardhur shansi i dytë. Themi që wow, si miku ky shans. Ja pra, shansi i dytë erdhi, shfrytëzohet dhe vjen shumë dinamik. Kemi trekëndçin, është trekëndçi Dash, shigjetar dhe Luan. Këta janë që lëvrin më shumë tani. Kanë më shumë forcë, më shumë dinamik, me planet e veta. Domethënë dielli shkëlqen edhe te këta. Ajo copës e vogël që shkëlqen, i shfrytëzojnë. Është një anë shumë e mirë dhe pozitive. Kur vjen shigjetari, të gjitha këto shlirohen. Ndjejnë me të vërtetë sikur është diçka magjike. Edhe pengesat që kanë një flakin tutje, domethënë nuk i quaj, minimizohen brenda vetes. Nuk kemi të ngrysur më, siç ishin për shembull te periudha e akrepit në fund, që e nisën bukur dhe në fund na ran gjithë ato problematika. Këto janë më të kapërzyeshme, këto janë më të forta. Këta i bëjnë njerëzit të gjitha shenjat që të ndjehen më bukur, të flasin më lirshëm, të veprojnë më lirshëm.